Kur çaj është me degza të holla skeletike, me këto lulesat e rralla larg njëra tjetrës, por që mund të ketë nga këto tufat e lulesave 3, 4 deri në 9 ose në 12, atëherë ky është çaj i malit. Po. Kur çaj është me lulesa pak të afërta, më i shëndetshëm, jo me këtë kërcellin e holl, por që këputet lehtë kështu, që këputet lehtë, dhe lulesat janë afër dhe të fryra, të shëndetshme, të mbushura, ky është çaj i kultivuar. Pra që është kushtuar vëmendje nga dora e njeriut. Kur ato lulesat, për shembull, nëse ne do të vëmë re, këtu janë 3, 6, 8 lulesa në formën e rrathëve. E kur një çaj tjetër i ka në këtë gjatësi, pra shiko 8 lulesa gati 20 cm gjatësi. E kur ajo i ka në 5-6 cm, si ky çaj këtu, atëherë kemi të bëjmë me një çaj që ose është i maleve të sharrit, skarika, Sideritis skarika, ose ky është një çaj i kultivuar. E kuptova. Po që të dy janë të lartësive, nëse do të mblidhet edhe ky në mal.